Banor. Sonte në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova do të zhvillohet një sfidë e veçantë. Një sfilat ekskluzive vetëm me femrat e shtëpisë. Do me thonë, bravo. Femra më seksi në Big Brother VIP Kosova 4. Regullat. Renditja në pistë. Se cila prej jush do të sfiloj si pas rendit që do të caktoj vëllai i madh. Gjithçka merret parasysh. Shikimi, qëndrimi, prezenca, vetbesimi. Raundi parë. Kodi i veshjes, zgjedhja juaj e lirë. Vesheni me atë që mendoni se ju bën të dukeni më bukur dhe që ju përfaqëson më së miri. Raundi 2. Kodi i veshjes, rroba banjo. Krijoni një stil sa më kreativ dhe interesant. Si duhet të sfiloni? Bëni ecje në pistë si modele profesionale. Në fund të pistës, kryeni një pozim 5 sekonda para juris. Juria dhe vlerësimi. Juria përbët nga meshkujt e shtëpisë, se cila prej jush do të vlerësohet me notat nga 5 deri në 10. Fituese do të jetë ajo që grumbullon më shumë pikë nga të dy raundet. Prezantues, qëndrimi, lokacioni, o barë. Shtë që mundeni me fillu. Jo, do marrë pjesë për qef, në bogati. edhe pse do humbë. Alba, je modelja e parë që kime dalë në sfilat. Juria ka me konë gjemt. Menimi jem. Kine me votu prej 5 dhe 10. Që do me thonë... Qika do të me pas do me thonë parasysh çdo sen. Uve që jam kurios, kështu me ditë. Qa? Nal. Jo. Shikimi, qëndrimi, prezenca, vetbesimi. Oke, mund në me mojtë fletën? Masanej? Të tavolinat që... Jo fletën e majën, se jam prezentuës. Dunën të darga tash di këtu, hajtë ta bërë gjepin edhe ty. Po, kush po thotë që më ka shtyna në ty? Ma së më shtyja ashtë, se po njëna... Seklet? Po. Se më nëjë se nuk gjykon. Hajtë se gjykon. Jo, ne kom, veç kom i thirë këtë gocat. Jo i vlerësane. Hej, qika. Renditja është Alba, Bia, Benita, Eliona, Hygerta, Sasa, Shkurta. Outfiti parë ka me konë whatever you want. The second one, bikini. You guys help me with the outfit, idea. Huh? Tell me it's good, not.